Përshëndetje shikues të televizionit Dugaxhini, jemi në emisionin Sheshëm në këtë të diele pasdite ku sot kemi zgjedhur me përgatit një recetë e cila na merr kohë dhe normalisht kërkon kohë sikurse bëhet receta tradicionale, por që me që jemi në xhirime na kemi mundu mos mi ndjek të gjitha hapat të cilat i ka kjo recetë. Na sot kemi zgjedhur me përgatit këtë lloj orizin, basmas që quhet, që është bëhet me pul edhe me qinç, me cilin do që doni. Na sot normal nuk mujtë me bë këtë parën, po e bëjmë me të dytën, si opsion më i lehtë. Bëhet me rrushë të thatë, me qepë dhe me karrota. Është një recetë ku produktet mes veti nuk kanë shumë lidhshmëri për neve perëndimorët, nëse flasim për lindjen e mesme. Kryesisht kjo recetë është pronë autentike persiane, këtë recetë kanë përgatitur persianët dhe zakonisht është përgatitur në momentet dhe në kohë gëzimi dhe festash për shkak se kjo recetë ka prezantuar bollëkun në shtëpi që e kanë pas dhe kryesisht përgatitet në zonat e lindjes së mesme, në Turqi, në vendet arabe dhe të ngjashme. Don kohë, por që na kena bë me procedura më të shpejta që ju mundeni mos me pa për shkak të shkputjeve që kemi me pas. Për mos me hub kohë, na fillojmë së pari me pulën, do të thotë kemi ndez furrën dhe kemi me bë pulën me vaj ulliri. Pulën normal e kemi të freskët, nëse keni të ngrime e shkrimi, sepse na ndodh shpesh edhe neve me pas kështu. I shtojmë krip në të dyja anët, për të zi. Me dorë teme të tjerë i kisha shtu edhe soja pak, për me skuq ma shumë, po masa ne dalim prej përmbajtjes që e ka receta. Kjo është veç si për fillim të thotë marinimi i shpejt që bëhet, të futet në furrë. Unë e kom vendosur në këtë lloj tave, pas kemi me fut në frigorifer, mundohen që kripa me i, ose me shpërnda krip gjithandej. Sot në këtë furrë, e vendosi në furrë dhe gjatë kohës sa piqet, mundeni me nxjerr nga furra edhe me e rrotullu në mënyrë që mos skuq dy anë të njëjtë. Unë e kom çuar në maksimum për shkak se nuk kemi milan edhe gjatë. Na duhet vetëm para se me fut në fërtere, na duhet me qenë e skuqur, mos me u duk si e zirë, do thotë. Është po i bëj hapat kështu të fleksibilitetit në kuzhinë për shkak të kohës dhe kjo na bëni që na me fillu direkt në temë. Sikur ata fëmijët në shkolla që kanë mësuar dhe si ju intereson kush është i parë renditar, po janë 20 vet. Kështu që na e kalum pjesën e hyrjes pa i përmend sponsorët tanë. Po gjithsesi nuk është vonë, sepse pa ta edhe nuk do të mundej të realizohet emisioni Sheshëm. Ne falenderojmë emisionin tonë që kam bërë të mundur, falenderojmë klinikën Dentisti Familjes, doktor Albertin dhe Anita Sylen, të cilët në këtë emision përveç që kanë sponsorizuar janë edhe pjesë me një lojë shpërblyese ku ofrojnë vaucher në vlerë 100 euro, shërbime dentare mund të marrin të gjitha ata të cilët përcjellin emailin të cilin përshini, përcjellin receta të cilët kanë impakt ose të cilat kanë impakt drejt për drejt në mirëmbajtjen e dhëmbëve, por edhe të lëkurës. Më pas kemi dyqanin e veshjeve në Prishtinë, Zoell, të cilët çdo herë përkujdesen për përgatitjen time në televizion dhe për veshjet e mia. Faleminderit shumë të gjithë partnerëve tanë, të cilët na i bën më të lehtë dhe të mundur realizimin e këtij emisioni, i cili është i ndjeshëm për shkak se është kuzhinë dhe interaktivitetin duhet ta kemi çdo herë në nivelin e duhur. Për këtë arsye shpesh ngutemi dhe flasemi, sepse po të ishim në shtëpi, kështu kishim po. E dyta, që kemi me nisë me bo është me e hap, nëse na ka mbet e patharë. Kjo tenxhere është me e lshu pllaka e cila na duhet, sepse këtu kemi me i shtu qepën e bardhë, karrotën dhe mishin dhe fakt ndjes dhe rushin e thatë. Mish i thatë, rush i thatë, qatë i shatit.
Interesant është përbamja siç edhe përmena në hyrje, për shkak se karrota ka shijen të cilin adaptojmë edhe në ëmbëlsira, më pas rushin e thatë e përdorim për ëmbëlsira, përdorim edhe për me i hangër kështu, por që në gjella ne vendet tjera nuk i kemi përdor, përveç persianëve, Iranit të sodëm, që i kanë përdor dhe i kanë kultivu në të madhe dhe këtë recet e ruajnë si të vetën, por që nështë për shkak se vetë se kemi përdor dhe kemi pasur atë vijen e kuqe përzimjes të ëmblës dhe të njelmtës, por që këto dyja shkojnë jashtëzakonisht. Aq mirë shkojnë sa që kur t'ja nis me i provu gjanat e ëmbla dhe të njelmta bashk, e shes sa shumë e balancon një shije, sepse shija e butë e rushit të thatë dhe ëmbëlsia që e sjell karrota, do thot e bën atë pjesën e njelmt të pulës, qepës, e bën shumë atë mirë. Si proces, bëhet, do thot, këto që kemi bash në vaj ulliri, me i skuq, mi karamelizu, më pas bashk, qepën me karrot dhe rusht të thatë, dhe në ndërkohë pula sa është duke na u skuqur poshtë, na kemi me nxjerr pulën dhe me i largu qepën, karrotën dhe rushin e thatë, me lanë shumë pak në të dhe me i shtu ujë pulës. Mundeni me i shtu edhe këto kubet që sot i kemi, ose kavanozët cilat i kemi që kanë ekstraktin e ujt ose lëngut të pulës, për shkak se na nuk i kemi zi, na po e fërgojmë, për këtë arsye dhe nuk e kemi lëngun e saj, shumë mundeni me zaventu lehtësisht. Dhe më pas, shtojmë në të, pula zihet gradualisht, dhe e shtojmë edhe 2 qese të orizit. Tash, kontrolli im i të folurës nuk është bash në kontrollin tim, për shkak se qepa e bën të vetën edhe është tepër e zashme, së mos për ekran kur qëllojnë këto qepë që janë të mërësisht të zashme. Po ja shtojmë vajin. Okej, vaj shtoni ma shumë, unë i mishtu edhe buter, se nuk është problem. Unë i mishtu vaj edhe buter, nuk është që nga prish pun. Tash, dikush mundet me më thonë që qepët që ka i lem pak të mdoja e kështu, po qatë shumë kanë mu fërgu bashkaresht, sa që nuk kanë me u duk, po edhe kam të pamundur me i bëma të vogla, për shkak se sytë në pas nuk na mesin për ekran. Tash, po ja ullim pak temperaturën, mënyrë që mos më nalë djek. Domosdoshmërisht duhet me lakë drasën, sepse qepa nuk na lëshon. Okej. Karrota, mënyrën se qysh e përgatitin, ose kam përgatit persianët, është se karrotën e kam bërë në kube të zgjatura, nuk i kanë lanë kështu të rëmbullat ta që shqybojmë. Ata shpesh thojnë që shia diktohet shumë edhe për mënyrën se qysh i servojmë, qysh i prem dhe të ngjajshme. Edhe kur të këshësh, nuk është që e kanë keq. Mire kanë se na i na mësu karrotën me prej rrethore, edhe shpesh herë mu na vduk si e bajatshme ose i ke vrejtë edhe fëmijë që nuk është që e dojnë shumë, sepse nuk i kemi bërë qaq shumë në shta kreative mënyrën e servimit saj, pavarësisht cilësisë dhe të mirave që i ka. Kështu, unë po e marë, po e prej, në këtë formë, uroj që nuk kena mu bëtë copa sot. Sa ma të vogla, po si fillim, veç sa për me demonstru. Kjo është pak e zma e gjatë, po nuk ka naj problem shumë. Nuk naj prish simetrin pjatës.
Ka njerëz kuzhinjer të cilët shpeshherë ndihmësve të tyre javë kthejnë pjatat për shkak pikërisht të asaj që thash, për shkak se pjata nuk ka simetri ose jo veç në njërin pjatë, po edhe nuk është e njëjtë me pjata tjera. Po kjo është çështje shumë profesionale dhe që ne këtu nuk jemi profesionist të atij niveli, po ftojmë profesionist të tillë, po që ne nuk jemi. Okej, në këtë formë, biles edhe ma të holla me qenë, hala ma mirë, jo për shkak të kualitetit, po për shkak të mundësisë ma të shpejt të përgatitjes, po kaq mundemi, kaq po bëjmë. Po vazhdojmë me tjetrën, po në ndërkohë më lejoni që ta kontrolloj mire paskum që aty ku ka pula as pas ka ikë, si menova mos na ka ikë në përstot. E kena shtin rezonancë magnetike. Tash kur del këna mja thy korizin, edhe me shti në forë, s'kem që ka bojmë, me ozi. Fillim e përmena që receta ka 2 opcione, varsisht mundësive që i keni dhe varsisht opcioneve që i keni edhe në shtëpi, për shkak kohës kjo na dikton shpesh. Me mish qingje është domethënë krye fjala e kësaj recete, po që mishi i qingjit merr kohë dhe unë po e bëj me pul për shkak se jo krejt e han dhe duhet shumë mjeshtri me përgatit mishin e qingjit, do të thotë fillimisht aromën me ja largu, me gjethe dafine, me lemane kështu, dhe donë shumë kohë për mu përgatit mirë. Për mu përgatit mirë dhe me met i but dhe mos me u bua si mish i fort që nuk mundesh edhe me prej me hangër, kështu që pula është opcioni i lehtë e i mirë, por edhe i shishëm. Shtoja faktin që ka jashtëzakonisht proteina, tretet shumë lehtë, kaq na vjen neve shqiptarëve, se shumë të nxanë jena. Edhe tash ka nisë mu bo e shoh në çdo familje, kur nuk më rinë me përgatit një recet, nuk po them që me qenë krejt e shëndetshme, sepse na ende nuk kemi më rinë në atë kulturë që me hangër vetëm shëndetshëm, po të paktën me pas cilësit mirë dhe me i përmbush krejt ato mungesat që gjatë ditës nuk i kemi hangër, qoftë për shkak të punës ose qoftë për shkak mundësisë kohës. Po e shoh që shpeshherë arsyetohemi duke e futur edhe veten në këtë listë që nuk po kemi kohë. Po me prit në një restorant kemi kohë, varësisht nëse zgjat edhe një orë përësia, se kena probleme prit. Okej, era është ka i vjen tepër e mirë, edhe unë po i shtoj, në fakt duhet rushin e thotë. Na kemi këtu një pako rusht thotë, dhe nuk e keni idenë se çfarë ere vjen kur të ka vërdiset rushi thotë me qepin edhe me karotën. Edhe rushi thotë fillon me u bimu, me u fry, edhe bot i jashtëzakonshëm. Unë po arris temperaturën. Jam të e menu anajzen që kjo qatë pull, po besoj që po, se nuk është edhe shumë e madhe, se këtu do të me vendos. Era ja ka nisë me ardhë shumë e mirë, dhe derisa zbutët qepa me rushin, une do na me pastru orizin. Po e vendosi këtu, Duan e kena orizin basmat është tepër i mirë, është oriz me kokër ma të gjatë, po edhe me cilësi që e dallon nga llojet ose familja e orizit tjetër. Unë po i shtoj këto dy qese që zakonisht i ka një paketim që e marrim, s'po duket nuk ka shumë lloje në Kosovë të këtij orizi. Duan një paketim i ka 4, ju ja shtoni 2. Nëse gatuani për 4 persona, o fjalla. Edhe që ta 4 persona nëse nuk ka shumë, ka normal.
në mesatare normalitetit. Ju dini që orizi do të mulohet shumë, derisa ajo dukja që e ka uje, që është si e bardhë, largohet. Unë këtu nuk e pata një sit, një kullojse, që që po tentoj me la me do. Po e sheni që krejt orizat e kanë atë lojnë e një shestës që quhet, kështu që mirë është me la 2 ose 3 herë. Me la në kullu mirë. Po sheni sa uji nuk është as pak t'i këfilt. Edhe një herë edhe e kryjnë. Mundri me ba dhe me lloj të rizave tjerë, po që dallon. Dallon shumë, të paktën aq sa unë e kom provu, ka shumë rëndësi orizi, për shkak se në këtë recetë edhe është i specifikuar lloji i orizit, thotë ky lloj orizi. Rushi i thotë fillon me u bë këtë ndrysh, që se di po mundeni me e marë, fillon me marë këtë pami tjetër edhe bëhet tamam bimohet ashtu. Dhe tash unë po e shtoj edhe karotën. Po e di që si ku më prej shumë t'ulla, po nuk është në të lashe e madhe. Dy karota mesatare janë të mjaftueshme. Tash kemi me shtu edhe kripën edhe biberin e zi, asnjë melmes tjetër. Mundeni me shtu potencialisht pak gjethe mente, nëse vi që doni shijen e kombinuar shumë, po ona nuk e kam provu, sepse pak a shumë jetë ai orizi që e hana tradicionalisht. Mirë kina dhe punën, po vazhdo me e kry punën e vetë. Unë po ja shtoj biberin e zi. Edhe piper të koq më skaraj shumë pak. Edhe se karota liron shumë gjyrë. Çdo herë marr vrejtje për mënyrën se qysh i shtoj produktet. Nuk i shtoj me gram, po me sy, po nuk prish punë. Sidomos këto melmesa, sepse i evitoni jo shpesh, nuk përdoni kripën shumë, ose nuk e përdoni fare biberin e koq, dhe ju që se përdoni biberin e koq, e që na sot s'kemi marr krem, ose pasta të domateve, atëherë zavendësojeni me biber të kuq. Do të paka shumë, ose ju kemi përafru recetës në proces, po ka punë shumë. Unë e mora këtë pjatë për shkak se kur kemi me nxjerr pulën prej furrës, kemi me fut në këtë tenxhere, veç me kemi lënë pak muskuq, gjysën e karotës, qepës edhe rushit të thotë, nuk e di pse kur po vjen puna të rushit thotë po ngeci, diçka kemi me i largu. Se na vjen me i pas pak ashtu ma të freskëta kur ta servojmë. Përndryshe, super kombinim. Orizin e kemi këtu, orizin kemi me shtu, do të thëtë tash, kur t'i largojmë këtu. Po i largojmë pak karot, edhe rrësht të thatë,
se na duhet për pjesën e sipërme. Okej. Tash po e shtojmë orizi. Komplet orizin që e kemi la fillimisht. Edhe këtu kemi me shtu edhe ujë. Kemi me ju lanë pak një herë veç këta me uzi. Edhe ndërkohë kemi marrë edhe pulën dhe kemi me vendosë këtu. Shkak se pula ashtu na bo pakës më ngadal. Dhe ju thash në fillim që na duhet pakës me i përshpejtu do hapa. E mirat mirës është kjo më u bo ngadal. Mos me ungut, minimalisht 2 orë. Sa më ngadale ushqimet, aq më të shishme. Kjo përgatitet edhe në multikuker, pa asnjë problem. Veç që duni me kontrollu për shkak të produkteve që kemi mishtu her pas here, na duhet me hapat furrën, ose multikukeri e ka këtë kapakun e vetë. Tash po ja rrisim temperaturën edhe po e lam me uzi. Ja kësha shtu edhe pak ujë, me që kemi një sasi të rizit më të madhe. Okej. Nuk është keq, mirë është, i ka ardhur koha me e rrotullu që tash edhe pak. Bëhet shpejt orizi nëse lahet ose nëse mundësisht e leni pak në ujë. Po kush e ka këtë luftësët me bërë si gjana. Vazhdojmë kështu. Edhe në ndërkohë kemi me e nxjerr orizin, në fakt pulën, edhe me e rrotullu për shkak se do të na vëskuq në të dyja anët. Kur fillon me uzi mirë orizi, na kena marrë pulën e kavardisën e mirë, me ly edhe pak me vaj, edhe me e fut këtu bashkë në tenxhere, me mbyll tenxheren, me lanë me ushter, këtu nuk kemi pas mundësi sa të studio, po në shtëpiat juaja, me mbulu mirë hermetikisht që thojmë, edhe në ndërkohë e nxjerrni edhe është bot edhe gjusi jetë, po edhe është tepër e shishme. Sepse kështu, në kohë të shpejt, normalisht që na thahet, nuk na del qysh duhet. Po për me rrotullu pulën, unë nuk kam mundësi me rrotullu kështu tash kur jemi në transmetim, po besoj që tash e kemi edhe kohën e marketingut, na kemi mu shkput me marketing, derisa une t'i kry disa punë të cilat i kam e që nuk isha dash më po jo, sepse isha bo tipike për fund vit. Kështu që vazhdoni me qëndru me neve, na po i krym disa procedura dhe kthehemi për pak në studio. U kthyem ne prap në studio dhe i kemi parafru pak punët që i kemi pas mi bo. Pulën prej furrës e kemi vendos në pjesën ku, ose në tenxherën ku që kemi orizin dhe pjesën tjetër të produkteve dhe kemi mbulu normal me kapak, po edhe me një letër kuzhinën në mënyrë që avulli mos me i përtha produktet. Miru bo, po që ka thona i ka mujtë edhe ma mirë. Tash na potentojmë me e servu. Po para se me servu pulës normalisht që ashtu duhet me ashtu edhe pak vaj ulliri sipër. Shkak që mos më na vduk shumë e thatë. Tash po e vendos në pjesën e drasës edhe të shumë që kena bo. Ata e kanë një farë ritme ose rituali e marrin edhe kthin. Kështu, na nuk mujmë ashtu me bo si gjana, sepse janë shumë të zoshme. E sidomos, kur je në emision, pa mirë s'po bojmë se e prishim krejt. Pula nuk është që nuk u bo mirë, po e thash për mi arruj cilësin, mirë është mi dhanë ku. Okej, se besoj kamerave jem të ju pengu.
Tash, orizi është bo perfekt, se orizit nuk ju ka dosht shumë kohë. Jashtëzakonisht mirë u bo. Po e servojmë rreth pjatës. Kjo është nuk o vish pjatë, si vjeta është fillim për kulturën persiane, kjo është histori, emocion dhe për shkak periudhave të rënda të tyre, ky gatim ka rëndësi të veçantë edhe është shumë interesant për dallim prej neve. Disa pjata të kjo pjesë kanë respekt jashtëzakonshëm dhe edhe kuzhinierë të tjerë, specialistë të vendeve tjera, kur tentojnë me andru recetat që i ka, ose përbamjen që i ka, e di që ka reagimet shkëmta, për shkak se duhet ose kërkohet i ruhet pjesa e autentikës që e ka kjo recetë. Dhe normalisht unë nuk muj gjithë këtë pjatë, me gjithë këtë nam, me e servu në këtë formë, po duna me i largu paka shumë kështu, miq. Kjo është pjata që na sot e kemi përgatitur, pjatë persiane e orizit me rrush të thatë, pul dhe karrota. Bëjni në shtëpitë juaja dhe provojni si recetë, hajeni qysh të doni me çfarë dur sallate, por bëjni në kohë aq sa ju keni, në mënyrë që të mos ju hupin cilësitë asnjërit produkt. Unë krejt në fund, gjithsesi para se me e përmbyll, falenderoj edhe njëherë sponsorët e emisionit tonë, dentistin e familjes, doktor Anitën dhe Albert Sylla, dhe sponsorin e veshjeve të mia, dyqanin e veshjeve në Prishtinë, Zoelle. Dhe po besoj që jemi gjithsesi të dielën e ardhshme me mysafir të ri, me tema të reja, por kryesorja me receta, ose edhe pa receta s'kemi mbyllon kur, qofsha vetë, qofsha me dikon. Shihemi të dielën e ardhshme.